Kjo është pamja që ofron njësia administrative Anamalit këtë të hënë. Sipërfaqja e tokës e mbuluar është rritur ndjeshëm duke mos lejuar tashmë kalimin me mjetet e larta të ushtrisë dhe e vetmja formë për të hyrë në obot është përmes varkave. Banorët thonë se u lajmëruan në mesnatë për të larguar bagëtit, pasi do të vinte uji. Dorë zotit e. E kanë shu. Ndimimi ashtë, jo do më dhe gjysë natës. Po në më popullin, a voti. Asi për kuj s'kena pas dhe mëram në shamë. Do më dhe gjysë kanë lemru. Ishtë një baki, ku mi e këpati? Do më dhe gjysë. Po dhe gjysë natës kanë lemru? Do më dhe gjysë natës kanë lemru. Ku që kanë lemru? Që ti marë? Kanë lemru. Pa vjen uj, pa din uj. Edhe, atë edhe në shtetë, edhe në qeveria, falem e nësë për dhe në kanë ardhë, në kanë marë në kanë qitë e rito. Shko më nga bane dhe grosi, du i kam të relem se kam ratë. Banesat për mytën a keni? Banesat, për zotën, abortet kanë. Banesat nuk e di ku i kanë një shpi. Abortet i kena të për mytëna. Ka i metër e gjysë, djeri tu i kena abortet, mytën në kërejt. E kena ushë me bakti, dash zotë i qeveria, me vojtorin për këtë popull, të menjë. Ato e din. Janë që janë të mytë atë grunë, janë të shimë dilim tokë në batë vjetët mjellën. Prani uji në afërsi të banesave ka dhe në Muriçan dhe Oblik, ndërsa deri në këtë momente nuk raportohet për banesa me prani uji. Në njoftimin zyrtar të Bashkisë së Shkodrës thuhet se sipërfaqja përmbytur në njësinë administrative Anamalit është rreth 600 hektar, njësia administrative Dajç rreth 120 hektar, njësia administrative Velipoj rreth 195 hektar dhe njësia administrative Bordic rreth 30 hektar. Në total në Bashkinë e Shkodrës ka një sipërfaqe të përmbytur prej rreth 1000 hektarësh.